e kanë tregu. I kujtojmë ato deklarata, ato pamje, sepse ky nuk ishte qenë sulmi i parë ndaj Asharëve, kishte bërë sulme. Jo, ka qenë sulmi i tretë. Sulmi i parë ka qenë me 30 dhjetor 91, ditë e morte. E në atë sulm, i pari ka shti me armë në milicinë serbe Rifati Ashari. Rifati Ashari? Rifati. Asademi Asomda, po Rifati ka shti me armë dhe i ka gjakuas milicinë. Pastaj sulmi i dytë ka ndodhur me 22 janar 98-ën. Ka qenë Ramazan. Edhe asa ditë nuk ka qenë as Hamza, as Ademi në shpe. Ka qenë vetëm Logu Shaban Murad Jashari me Nipa Mesa edhe të rejat e veta edhe me Zahidën nusën e vetë. Atë notë janë plagos Ardiana, Iliriona, vojza e Rifatit dhe Servetja, vojza e Hamzës, qatë notë. Dhe në 3 mëngjes i kanë sulmuar, po edhe këta kanë shtime, edhe fëmija aty kanë pasur me i kanë shtime armë, edhe kështu që ata të menu që i ka aty shumë ushtar, edhe i kanë zbrops. Aty në zbrops që e sipër, e kanë rëzu një arë, e kanë dhëra një bëllic edhe një keshk. Edhe kanë ikë. E pas ta herën e tretë, ndodhe kjo. Në 5:30 mëngjesit është rrethu Prekozi, përkatësisht Poloci, Prekozi, Llausha. E shumë tjera shata. A kishit njohuri me